Qemalit, 10.000 kilometra katrore. Shpalli Mukja, shpalli lidhja prezidente dyta. Sepse nëse shohim historinë para dhe mbrapa, do shikojmë se si u coptua Shqipëria. Dhe nëse ne duam sot dhe jemi patriot dhe duam atë dheun ton dhe mbdheun ton, ashtu si që donin të parë tanë që një pjesë shkrin të gjithë kapitalet e tyre për një flamur, për ta ngritur atë flamur. Ne sot nuk jemi në gjendje për të bashkuar trojet, por këtë nuk ta dhuron njeri në tavolizëm. Këtë ta kërkosh dhe ta marrësh. Jam shumë dakord. Dhe kjo është, nëse ne i vëmë themelet e forta sot të kushtetutës, ne do të ndërtojmë një shtet që do kthehen të gjithë refugjatët, emigrantët do kthehen të gjithë nga Anglia, Franca, Gjermania dhe do të jetojnë të lumtur në të tokë që kanë ëndër të gjithë. Afron gjithçka. Afron gjithçka dhe kanë ëndër të ta pushtojnë, të ta coptojnë, ta hanë gjithë. Po ka, koha është gjithmonë dinamike. Mund të kënaq me mendim, jo shumë mirë jemi, po vetëm po të kënaq për një mendim. Mund të them prapë. Katër gjëra që nuk kanë ndryshuar kurrë. Pra ne kemi eksperiencë historike. Kanuni, Bibla, Kurani dhe ton Kushtetuta Amerikane. Pra, kanuni që është i pari, s'ka ndryshuar kurrë. Atëherë si mundet kjo neve brenda nga 72 që 78 që u bë kushtetuta jonë socialiste, Franci e ka, edhe deri sot janë 4 kushtetuta. Dhe kushtetuta që kanë ardhur duke u keqësuar, derisa ka shitur Troja. Kur ngacmoi zoti Bala, e kemi një çështje diskutuar ne, që edhe unë kisha pikpyetje të mëdha si ka mundësi që në 2008 në parlamentin ku kryetare, ne do të kemi frikë nga emër, ka qenë Josefina Topalli, kryetare, parlamenti 2008-s, orqi hapësirën me terma juridik, hapësirën territoriale detare, Karaburun Butrin, në mënyrë që të hyjnë marrëveshje Saranda me Korfuzin. Shteti jonë me shtetin grek. Pra, orqi këtë hapësirë, pra. Ndërkohë që ne kemi hapësirën nga Sazani në Bune, kemi hapësirën territoriale detare me italianët, kemi hapësirë territoriale që është sovranitet. Pra, këta në kushetut e bën të tjetërsueshëm, për qytetarë po e them tash, e bën të tjetërsueshme kufit shtetëror, e bën të tjetërsueshme, orqin këtë parametër zonë tampon buferike, që mund të jetë 8 apo 10 kilometra, dhe me këtë kushtetutë të tjetërsuar, ndërhyrin Sazan, ndërhyrin në Zvnet, pra gjithë telpi protestë urdhëronin. Pra, do të thosha Sazan që ndryshimi i ligjit, sepse ajo u bë kryetare e parlamentit dhe ndryshoi ligji. Po e mbështetin kushtetuta apo ka të nderuar? Ky parlament u mbështet ajo kërkoi ndryshim dhe abrogim të një ligji. Të një ligji, po. Dhe me qenë se kishte shumicën në parlament, e kaloi. Dhe realizoi ëndrrën e saj. Po në bazë një kushtetute pra, që duhet ndryshuar me të që ndihmon, po. Kështu që nëse neve e ndryshojmë të kushtetutë dhe nuk i japim të ëndër askujt për të ndryshuar, për shënuar kufijtë e këtij vendi. Shumë dakord. Po ne kërkojmë të zgjerojmë ta kufijtë. Shumë dakord. Dhe këta kufi ne i kërkojmë të zgjerojmë kur forcojmë i vetë. Dakord shumë. Pra, ne kemi shumë të lehtë për të bashkëpunuar me Kosovën në të gjitha fushat, qoftë në minjera, qoftë në bujqësi, dhe ne t'i japim atyre dhe ata ta japin. Shumë drejt. Dhe që këtu i gjenë kufit, por nuk duan, të dy palët nuk duan. Të dy palët nuk kanë pasur dëshirë kurse duan të bëjnë akallar në atë oborin e tyre të vogël dhe shohin shumë ngushtë. Kështu që një kushtetutë e fortë i dëmton të gjithë ata që do bëjnë kryeminista. Dhe nesër nuk do jenë të ashpër ata që edhe akallar, ata që do bëjnë kryeminista, por do jenë njerëz të thjeshtë, sepse në momenti që nuk e lë ligji që ai të vjedhi, ai me njerë do japi dorëheqjet. Ose do kaloj me njerë në një referendum tjetër popullor për të ndryshuar një ligj dhe për ta hequr atë kryeministri i cili ka vjedhur dhe Dhe kapi ligji. Kapi ligji pikë. Ne i kemi kalbura. Veç ke kontrolli lartë i shtetit e ke të kalbur. Kontrollon institucionin dhe thot ka vjedhur kajtot. Po qoftë se i ka vjedhur vim burg, ne për një thyrje xhami ai qytetari thjesht i ka burg. Ndërsa ai që ka vjedhur miliarda nuk i ka burg. Nuk donohet, nuk e kap ligji.
sepse deri dje ne nuk kishim institucion, u ngrit SPAK-u, por SPAK-u los me gjithë situatën këtu. Dhe SPAK-u los me gjithë situatën dhe i ban të gjithë të burg dhe asnjë nuk gjen për ta dënuar. Dorim ke boshti i protestës. Unë do të ndihmoja për një çështje tjetër që shumë të drejtë, që kushtetutat deri më sot nuk kanë trajtuar atë që quhet mbështetje sociale. Për neve. Po s'kan trajtuar mbështetjen sociale. Dhe prandaj edhe çdo kryeminist deri më sot arrin që ku një grua ka protestuar me fëmijë, me ero 400.000 lekë të vjetra në muaj, edhe thot ma llogarisni se si mund të jetojnë me këtë fëmijë me 400.000 lekë rrok. Pra, duke qenë se ky ministri ka shfrytzuar këtë mbështetje në kushtetutë që nuk ekziston norma minimumi social, minimumi mbështetje, nuk ka një raport të minimumit social. Për të gjithë. Prandaj kjo është kërkesa e protestës. Po them, dakor, vazhdon. Kjo është. Një pyetje, zoti avokat. Po. Si mendoni që në këtë Shqipërinë tonë relativisht të vogël në sipërfaqe, a duhet të ekzistojë ky ligj i shitjes së tokës? Ore, jam në emisione, kuptona dhe. Edhe një. Toka është e shenjtë. Televiziv. Ne të gjithë jemi të përkohshëm në këtë vend, në këtë tokë, në këtë dhëm tonë dhe në këtë mëmbëdhëm tonë që është më i madh. Pra, babaj dhe nëna jonë nuk na kanë lënë amanet për ta shitur tokën. Si mund ta shesi unë që jam i përkohshëm duke hyrë në këtë karrige si kryeminist? Nuk e kam atë. Dhe do më ndaloj kushtetuta që mos shes asnjë centimetër tokë. Pra privati, një pronar privat tokash që mund t'ja shesi një të huaj. As të huaj, edhe privatit, ne do ja ndaloj me ligj shitjen e pronës. Ai mund ta japi me qira, jo ta shesi pronën. Dhe për momente strategjike dhe pozicione strategjike të vendit, absolutisht ndalohet me ligj shitja dhe tjetërsimi i pronës. Po, ishi duke thënë, po. Urdo zëri e pimë, po, urdo. Mund të shtëm diçka po. Shiko, ne kemi analizuar tek institucioni jonë rrënjët tona, për një formalitet real, marrëdhënia me Kosovën, e cila është një hap interesant, edhe do të ishte një eksperiment shumë i bukur për historinë e mundësisë për ta parë vendin tonë si etni, mos ta shohim vendin tonë si kështu. Dhe problemi ishte shumë i thjeshtë. U lindën dëshirat për të hapur këshill këto mbledhjet në mes dy qeverive. U filluan me bombasticitet dhe nuk bën jo vetëm asgjë, por vetëm sa bën marketing. Ndërkohë që u vendos të hiqet kufiri në mes Shqipërisë dhe mbi të gjitha u bërë propozimi që të barazoheshin fiskalitetit, të bën taksat. Se barazimi i fiskalitetit bën rritjen në mënyrë artificiale. Zoti Kurti, me thonë të drejtën, nga një analizë që i bëjmë, ka luftuar jashtëzakonisht që në këtë fazë të rrisi marrëdhënien me Shqipërinë, kuptimin ekonomik, dhe e vërteta është që Kosova sot ka marrëdhënien më të madhe se të gjithë marrëdhëniet e tjera dhe ka kaluar Serbisë me Shqipërinë. Pikërisht se zoti Kurti ka qenë një lloj patrioti i cili luftoi në këtë fushë. Por kush i pengon të barazojmë të gjëra, edhe kush i pengon të bëjmë dhe një senat të përbashkët të dy shteteve. Pa më njënu forcën e shteteve. Atëre, nderuar Pikuli, neve jo e filluan në mes diskutimin për bashkimin ose për shkuarin e kufive. Unë do të thosha, nëse ne punojmë me një abetare, pra ta fillojmë që ke aja, ta fillojmë ke arsimi, ta fillojmë ke komunikimi duke hequr roamingun me Kosovën, e cila është mjaft e rëndë që dy shtete neve me të njëjtën gjuhë, shqiptare të dy. Me të njëjtën gjuhë të kemi roaming. Unë e di që abetaria unifikua, do bënë zoti Kurti deklaroi që ne patëm një sukses të madh që unifikuam abetaren.